Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë lajmet më të fundit. Zërat më të fundit që po përfliten për personazhet publik. Këtë herë dua të ndaloj tek një vajzë shumë e komentuar, tek një vajzë shumë e dashur për publikun, Megi Pojani. Megi Pojani gjithmonë ka qenë në qendër të vëmendjes për çdo lëvizje që ajo ka bërë, qoftë nga humoret e saj të zeza deri tek lëvizjet e saj më serioze. Së fundmi, po përflitet nëse do të hedhim një sy në Media Ros, do të shohim ca tituj që në fakt përfliten për një largim të mundshëm të Megi Pojanit nga emisioni Përputhen. Emisioni Përputhen ka qenë një nga emisionet që në fillimet e saj ka patur një shikueshmëri të jashtëzakonshme, sidomos 2 apo 3 sezonet e para kanë qenë domethënë të ngjeshura me shikueshmëri, janë krijuar personazhe, janë krijuar figura publike pikërisht nga ky emision. Por siç duket, ky emision në menaxhimin e Neda Ballukut si producente dhe si regjizore, le të themi, në këtë emision, pati një rënje të dukshme dhe një rënje shumë të madhe. Gjithashtu, edhe në moderimin e Megi Pojanit, nuk ishte ai sezon i cili në fakt ka qenë më herët me Bora Zemani, nuk ishte e shikueshmëri. Unë mendoj që nuk është në pyetje moderatorja, sa është në pyetje përzgjedhja e banorëve të cilët domethënë përzgjedhja e personazheve të cilët do të jenë pjesë e kastit. Dhe në këtë rast, ndoshta ky kasti ka patur pak personazhet më të dobët. Por nga informacionet të afërta dhe burimet të sigurta të televizionit Top Channel, kemi arritur të kuptojmë që Megi Pojani ka hequr dorë nga emisioni Përputhen. Domethënë është larguar nga ky emision. Akoma nuk ka një informacion se ku do të jetë pozicionuar Megi, domethënë nuk është larguar nga televizioni Top Channel, por nuk është më pjesë e moderimit të emisionit Përputhen. Nuk kemi një informacion se ku do të jetë Megi Pojani, por janë shtruar pikpyetjet e mëdha dhe përflitet se do të jenë ish banor ato të Big Brotherit, ato të cilët do të jenë pjesë e emisionit Përputhen. Tani, unë kam qenë gazetari që kam ngritur zërin pafund që mund të jetë Brikena dhe Mateo. Shkaku sepse Mateo vjen nga pikërisht ky programi dhe do t'ja rrisi nivelin këtij programit, dhe Brikena pasi që mund të ishte një moderatore e shkëlqyer në një program si Përputhen. Domethënë, kjo ka qenë analiza ime që unë e kam përfol gjatë gjithë kohës se ku mund të pozicionohet Brikena dhe Mateo. Por zërat e tjerë janë se mund të jetë Egli Tako dhe Heidi Baci. Në fakt, tek Heidi Baci nuk besoj që do të jetë pjesë e emisionit Përputhen, sepse nuk e ngjit Eglin në këtë rrugtim, domethënë Heidi, m'falni, ka më tash emisionin e mëngjesit, po gjithsesi Egli Tako edhe mund t'i besohet një rrugtim. Mendoj që do të ketë një shikueshmëri të papar. Egli është gati për të shijuar një emision që e bën atë që të jetë vërtet e mrekullueshme dhe dinjitoze, dhe mendoj që Brikena dhe Egli kanë më së shumti potencial për të qenë në këndin e moderatores, ndërsa në rolin e opinionistit mendoj që do të jetë Mateo Bori.